Prezantimi i Sistemit Evropian të Informacionit dhe Autorizimit të Udhëtimit ETIAS, që synon të përmirësojë sigurinë kufitare, është shtyrë sërish. Kjo leje udhëtimi do të bëjë një kërkesë për udhëtarët jashtë Bashkimit Evropian në vitin 2026, por Bashkimi Evropian tani planifikon ta prezantojë në fund të vitit tjetër me një periudhë mospagimi që do të thotë se nuk do të jetë detyrueshme deri në vitin 2027. Sipas rregullave të reja ETIAS, udhëtarët që nuk kanë nevojë për vizë nga vendet jo anëtare të Bashkimit Evropian, duke përfshirë Britaninë e Madhe, do të duhet të marrin autorizim përpara qëndrimeve të shkurtra në zonën Schengen. Kjo do të kërkojë plotësimin e një aplikimi në internet, detaje personale, pyetje në lidhje me sigurinë dhe një tarifë për 7 euro. Ky autorizim do të lidhet me pasaportën e udhëtarit dhe do të jetë i vlefshëm për 3 vjet ose deri në skadimin e pasaportës. Udhëtarët nga 60 vende jo anëtare të Bashkimit Evropian do të duhet të plotësojnë formularin e ETIAS, por ka disa përjashtime. Tarifa do të hiqet për fëmijët nën 18 vjeç dhe të rriturit mbi 70 vjeç, megjithëse do të duhet ende të aplikojnë për autorizim. Autorizimi nuk mund të hyjë në fuqi deri në 6 muaj pasi sistemi i hyrje-daljes të jetë plotësisht funksional në të gjithë kufijtë e zonës Schengen. Instalimi i teknologjisë së re të kërkuar për këtë sistem po has komplikime dhe vonesa, me 10 shtete anëtare që nuk janë gati për nisjen e planifikuar, meqense Bashkimi Evropian tani ka vendosur për një shtrirje në fazat të sistemit të hyrje-daljes gjatë një periudhe 6 muajore, duke hyrë në fuqi në kufijtë e parë në tetor 2025. Prezantimi i ETIAS duhet të shtyhet më tej. Thuhet se ETIAS do të fillojë funksionimin në 3 muajorin e fundit të 2026-s, por edhe atëherë do të mbetet fakultativ për 6 muaj të tjerë, që do të thotë se udhëtarët mund të mos e paguajnë tarifën deri në vitin 2027.